gjatë muajit tetor ishin në qendër të vëmendjes. Bëhet fjalë për prezantuesit e lajmeve e jo politikanët tanë. Sa është e vështirë për ta profesionit që kanë, duke pas parasysh që veshja luan një rol të madh, e cila krahasje me veshjen e përditshme të tyre me siguri nuk ka lidhje. Për më shumë detaje na i sjell materialin në vazhdim. Mirëmbrëma zonja dhe zotëri këtë landorës 20 të mësh për një moment. Mirëmbrëma shikues të Klan Kosovë. Zonja e zotrin mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan Kosovë. I shohim të veshur gjithmonë serioz, kjo fal punës që ata kryejnë. Ora 20 është termini ku ata gëzojnë vëmendjen e publikut tonë. Nehile Dema, Orhan Murati, Zana Zhaveli, Kushtrem Reshitaj dhe Donjeta Gashi janë ikonat e informacionit në Klan Kosova. Lajme të fushave të ndryshme, të ndjeshme, argëtuese e informative, të gjitha transmetohen nga ta, e kjo ka ndikuar edhe në qëndrimin e tyre të përditshëm. Por personaliteti i Zanës nuk është se ka ndryshuar edhe aq shumë. Prej në rini ajo vëret për karakterin dhe vetit alla Zana. Vetë faktin që prezenca para një opinionit madh, cilë krejtë shikojnë në klanin, më bën me undi shumë me përgjegjësi ndaj publikut, që une kur të dalë në ekran me u dok sa ma elegante, sa ma mirë, mos me e egzageru prezencën teme në lajme, pasi që vetë fakti që jenë lajme është pak ma serioze dhe shikus të duhet me pa diçka mirë. Sa i përket veshjes, po, duhet të them që ka ndiku, bile ka ndiku në mas këgjat madhe, me qenë se kam qenë pak ma sportiv, tash më duhet me u kujdes ma shumë që të kem në dollapat e mi setra, këmisha. Puna që ata bëjnë kërkon edhe një kohë të veshjes, e këtë gjë prezantuesit e lajmeve kanë filluar ta kenë si hobi, duke u shndruar kështu edhe në koleksionues. Preferoj me ble në Kosovë. Jam fetishiste e kpucëve, pra i adhuroj kpucat. Kam një koleksion goxha gjërtëne, edhe ajo ndoshta mundet me qenë diçka që mundet me më bequ. Kam shumë dëshirë të mos ekspozohem shumë. Ideja është që në momentin kur dalëm prezentim, shikuesit ta kenë vëmendjen gjatë gjithë kohës të lajmi që unë e them, të informata që mundohen ta transmetoj direkt ata, jo të veshja. Kështu që provoj të jem sa ma e thjesht, të mos egzageroj me veshjen, me flakt, me grimin, me krejt këto. Do thot ju iki këtyne detajeve, po që mund të rrjeqin vëmendje të madhe, qoftë ajo një qafore që mund t'jetë provokative, mund të jetë një bluzë, kështu një dekolde e hapu, gjithmonë provoj t'ju iki këtyne gjanave pikërisht për këtë arsye. Me qenë se kur dalë të prezentoj lajmin, dua që shikuesit më shohin edhe ta vlerësojnë këtë fakt. Ndryshe nga Nailja e Zana, Orhani tashmë njihet për dashurinë e tij ndaj kravatave. Me qindra e qindra kravata të ndryshme, ai ka në dollapin e tij. S'kam ku me i rujt. Unë jam shumë koleksionist i madh i kravatave, por ndryshe prej sa kohë që bëj punën e një prezantuesit lajmeve, deri tani kam mbledhur që se i diku mbi 300 kravata, vetëm një 30 apo 40 copë i kam dhënë dhuratë, sepse shpesh njerëzit më thrasin në telefon dhe kjo kravatë më pëlqeu shumë, lutem mund të ma huazosh për një ditë ose 2 ditë, po kryesisht nëse i ka pëlqyer shumë ja kam thënë. Ndriçimi i studios së lajmeve jep hapësirë që prezantuesit të përdorin në veshjet e tyre një lloj-llojshmëri të ngjyrave, të cilat nuk ndikojnë keq në syrin e shikuesit, e për të kompletuar veshjet e tyre, e për t'i dhënë pak glamur pamjes, detajet e vogla si kravatat dhe aksesorët janë zgjedhja e duhur. Por dilemën më të madhe në përzgjedhjen e veshjes paraqiti dita e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ditë kjo kur vëmendja ishte tek programi maratonik i Klan Kosovës. Që dalin në zgjedhje ta shfrytëzojnë të drejtë. Në fakt jam konsultu me Orhanin, me qenë se s'kemi desh me lujt shumë me ngjyra. Na jo vlerësohemi, po e kem ngjyrën tonë të kaltër. Edhe kom ditë që prapa vijnë monitorat kemi mi pas të kaltër, do të thotë këtë ngjyrë. Jam konsultu me Orhanin jo për të bërë të kaltër komplet, po në mënyrë që të mos dalim shumë ngjyrsh, të mos e vrasim syrin e njerëzve, me dalë me ngjyra kontrast, dikush gjelbër, dikush kaltër, dikush kuqe e kështu. Kemi shku, ka ngjyra e kaltër, nuancat hiri, kaltër, kështu, kryesisht këtë
segment këtë pjesë të ngjyrave, të mos lujnë shumë. Ndërkohë KQZ-ja ka anuluar votimin e 3 qendrave të votimit në veri duke shpallur rivotim në këto E me që shpesh janë prezent edhe 2 herë brenda ditës, kjo ju paraqet edhe më shumë vështirësi në paraqitjet e tyre. Përderisa televizioni është imazh, është fotografi, atëherë edhe veshja është e rëndësishme dhe për lajme ka një kod i cili mund themi vlen në gjithë botën kudo që prezantohen lajme. Duhet jesh i veshur me kostum, duhet kesh kujdes në përzgjedhjen e ngjyrave, duhet kesh kujdes në qoftë se je veshur pa asnjë vijë, me vija apo me katror. Përshtatja e ngjyrave të studios me ato të veshjes, gjithashtu luan rol shumë të rëndësishëm, sidomos kur hapësira është shumë ngjyrshe. Nga eksperjenca dhe më pashme presin shumë. Faktikisht, derisa skena ka një ngjyrë, ti nuk mund të jesh komplet i njëjtë me skenën, sepse humbet në skenë. Për këtë arsye duhet kesh parasysh që të dallohesh. Edhe ndriçimi mund të jetë, mirë po te lajmet kryesisht është ndriçimi i parë, nuk ka të bëjë me ngjyrat siç do të ishte një skenë e madhe në një spektakli, kështu që më e lehtë është kombinohet me dritat sesa me skenën. Elegant, të përgjegjshëm, komunikativ, me stil dhe shik, janë vetëm disa nga shprehit që tashmë prezantimi ja ka fiksuar edhe në jetën personale, se është një punë e vështirë dhe që ndikon mjaft shumë në jetën personale, tashmë është bërë evidente.